Në rastin e Maduros kemi të bëjmë pikërisht me këtë lloj show, sepse Maduro në të vërtetë është shumë i lumtur që erdhi në Amerikë dhe që erdhi dhe pa dokumenta, dhe që bëri gjithë atë show me shapka, pa shapka, dhe brenda 24 orëve u ndrua nuk di se sa herë, dhe duket sikur ishte tamam pjesëmarrës në një show dhe jo i arrestuar për çështje. Ndroi 5 veshje, thonë që është sold out edhe kostumi i tij sportiv që mbante kur doli nga avioni, kështu që janë trende që krijohen me një herë, pra le të themi influencohen, por duke qenë se janë personazhe të caktuar që mbajnë këta lloj aksesorësh në dorën e tyre të djathtë, ndonjëherë janë të lidhur në mënyrë edhe të pazakontë. Si të kuptojmë se çfarë mesazhi përcjell njëri apo tjetri, pranvera? Atëre, kur janë të bëra menyje, janë i përkasin më shumë shoqërisë kabaliste, sepse nyjet përfaqësojnë stadet e arritjeve, domethënë një nyje është një kufizim, por që ti e ke kaluar. Po rreti që nuk ka asnjë nyje, po ka vetëm ato pjesën e lidhur, është kultimi i Demetrës, që është vetëm toka, është i lidhur me elementin e tokës, dhe kryesisht përdoret te budistët, në Indi e shikon. Për shembull, ka pasur ai kryeministri britanik që ishte indian, të njëjtin rreth. Dhe unë e kisha postuar ato kohë, dhe njerëzit ishin pak nuk ishin shumë të vëmendshëm ndaj këtyre fenomeneve, por kjo ekziston prej shumë kohësh, jo vetëm rreti i kuq, por më përpara kanë qenë unazat, ose unazat e zeza, dhe gjithashtu janë njëjti element ose njëjti simbolik që përdoret për unazat e zjarrit, e njëjti element përfaqëson edhe rreti i kuq, është rreti i zjarrit.